Mirësëtot në Reze Dielli, një takim i ngrohtë me programin ton çdo mëngjes në familjet tuaja. Sot vim me dy histori të bukura, histori suksesi. Njërën e kemi nga Italia, tjetrën e kemi këtu në Sauk, ku kemi shkuar me kamerën e Reze Dielli. Tek historia e parë kemi shefin shqiptar që ka arritur majat e suksesit në Itali, nga Sicilia më pas në Rom ku punon aktualisht. Ai quhet Altin Gjoni, është një shkodran i cili ka bërë për vete zemrat e shtresave të larta të Italisë deri te Giorgia Meloni, të cilës i ka gatuar, dhe kjo e fundit madje i ka vjedhur disa receta, siç do na i shpjegoj pas pak shef Altini. Ndërkohë, historia tjetër na vjen nga Sauku, ku prej 45 vitesh në shërbim të kryeqytetit, pra të Tiranës, ku ka punuar zoti Rakip Xhebrahimi, tashmë pensionin e tij e ka kthyer në një fermë. Punon aty duke krijuar një baçe fantastike, të cilën do ta prezantoj vetëm pas pak dhe do të tregojmë historinë e tij, pasionin, dëshirën dhe çfarë bën një pensionist aty në Sauk. Një prej historive të personazheve që ne na ndjekin në përditshmërinë tonë. Me kamerën tonë kemi shkuar, kemi marrë momente të ndryshme duke sjell një panoramë paksa ndryshe në ekranin tonë. Në kuzhinë na pret Albana. Shkojmë të zbulojmë menjëherë me recetat e saj. Mirë se të gjej në kuzhinë. Si të kam sot ti? Në më të mirën e mundshme. E keni mësuar dhe ju besoj këtë shprehje, në më të mirën e mundshme. Manifestojni dhe nëse nuk jeni, manifestojni sepse ajo do t'ju vi. Unë e kam që e kam. Ti e ke? Po, e kam pak të më shumicat e energjinë. Është energjia që mbizotëron. Kur ka energji të mirë, me panel diellor të përjetshëm. Nuk harxoj koran. Do na ëmbëlsosh sot, më duket. Patjetër që të ëmbëlsoj dhe ka atë ka një gjë kështu si të veçantë për shembull. I ka të gjithë përbërësit, kosin po, vezët po, vaj, jo gjalp, por do t'i bëj një krem, një glazur të këndshme që është tamam si puna e rezës, në ngjyrën e rezës që kemi ne. Kjo portokallinta në ose këto me ajo është më e bukur. Kalendula. Ajo është më e bukur. Kjo është lulja që ka diellin në tokë. Dhe ja, e kemi bukur në tryezën tonë, që edhe juve t'ju sjellim një pamje lulesh. Që ke aty, në fundjavë, do përfundojnë këtu. Ti gatuesh? Këtu do përfundojnë gjitha. Vani mund, këtu, ka premte. Po si që në theti një gjë për të sepse kemi vendosur një aspirin, kemi vendosur një aspirin që të qëndrojnë ashtu të lullzuara, dhe aspirin ose një antibiotik të vogël është tamam është gjëja më e duhur. Unë i bëj zmet për çfarë? Që ti kem këtu. Ti kem për vete. Kjo është omete për vete. Atëherë, me kekun kemi. E para gjë. Kam vajin. Me çfarë masë fillojmë, me atë masë mbarojmë. Kam kosin. Duke i hedhur në tas dhe duke shënuar në të tjerët përzierje produktet. Nëse ju do ta bëni me mielin farinat, nuk ju duhet fare sod. Do të shtoj 3 vezë. E kur themi të vezët, pas ke marrë të kuqe sot. Kur themi të vezët kemi Orbital. Gjithmonë me ne në receta të ndryshme për nisjen e mëngjesit, përgatimet, ëmbëlsirat, omletat, supat e të tjerë, gjithmonë në. Dhe si thot Niki, atë shprehjen e bukur, vëllai, ajo është shpreha më e bukur që thot nga pula të rritura në natyrë. Po ajo na mungon në ditët e sotme. Do të them nga ferma direkt në reze. Bëj një shpërbërje të mirë derisa e verdha dhe e bardha të jenë një. Nuk ka rëndësi. Ishte më pas, mjafton të ketë përzierjen e duhur, gjithçka. Shtojni të lëngshtat në fillim fare, dhe më pas sheqerin. Do thoni ju, Albana, nëse do shtonim të lëngshtat, do shtonim direkt qumshtin. Unë do të shë sheqerin. Derisa nuk do dëgjoj kërcitje. Por, dhe nëse do dëgjoj kërcitje, ka një problem? Asnjë problem. Do të tretet aty. Asnjë problem. Këto janë për t'i dhënë kohë gjërave të tjera që ne bëjmë,
Ose më shumë për t'i dhënë si vetes që unë po bëj diçka derisa sheqeri mos dëgjohet. Fare mos u shqetësoni, le të dëgjohet sheqeri. Do tretë, do shkrihet, kur themi bjeshi pse sheqeri, jam unë që shkrim ja, kështu është. Tani. E po çfarë qumshin tani? Edhe qumshin dhe mbeten pluhurat e tjerë tani pashtuar. Ka marrë pak miell që kam çuar në garnizonin tjetër andej. Që nëse do më duhet, patjetër do t'ja shtojmë, marr nga kemi edhe pako. këtu atlasin. Po të shoh se është masa, se shumë pak ka marrë 2 lugë. Mos e hapun domethënë Jo, këtë. mos e hap, një herë ta shoh. Okej. Ta shoh. Gjithsesi, Por? unë zgjodha këtë farinap që është pa aromë. Me e dura, ja, ku kam portokallin aty, Se unë që kemi t'i jap aromën e pak shije. portokallit, kjo është një pluhur i gatshëm, po thjesht nuk ka aromën. Unë kam marrë mielin për të gjitha gatimet. Kjo kështu i shtoj sodën dhe e kam pa dhe dua të them gjithmonë, marr çfarë unë nuk kam në tryez. Pra sepse është direkt një alternativë dytë. Do më duhet I hequr në i të më shtoj pas. pak, ja mos u shqetëso fare, se I shtojmë edhe lëkurën, cipën e portokallit për aromën dhe shijen që lëshon aty. çfarë arome që jep. Patjetër, do më duhet Edhe një gjysëm, apo të plot do t'ja shtosh lëngun. shtoj të plot. Më mirë, se kemi goxha mas, kështu që e shtrydhim dhe ja aty të nuk e bardhë kam. verdhën. Po. Bëjmë një përmbledhje së bashku se çfarë përmban keku me kozë dhe vaj, na duhet një kek këto ditë të mbëlsohemi dhe ta shoqërojmë qoftë me kafen apo në një pasdite. Kek me kozë dhe vaj, 2 gota miell, 2-3 vezë, 1 gotë sheqer, gjysmë gote vaj, 2 filxhan kafeje me kos, gjysmë lugë kafeje sot buke, 1 filxhan kafeje arra të grira. Lëkura e limonit ose portokallit, ne zgjodhëm portokall, pak rrush të thatë, pak kakao që është opsionale, po ne kemi në recetë kemi shtuar, dhe sheqer pluhur për sipër pasi të piqet keku dhe ta servirim, do ta spërkasim, pudrosim me sheqerin. Atëre, Niki, urdhëro. E lyejmë tavën dhe shtojmë masën e kremit këtu. Kam lëngun e portokallit, gjë që e kaloj më duhet të jetë, pa këto, pa puren, sepse pure quhet. E përzijej. Thash që kam hequr 2 lugë, dhe pa tjetër më duhen ato 2 lugë. Më duhen ato 2 lugë miell, Niki, të lutem. Po, ti sjell unë? Ja. E kaloj këtu. Tani. E t'i grim pak arat, se tham që janë pak më të thërmuara, më të vogla. Një këtu. Ti këtu që është? Do t'a shtoj dhe ato aty se. Kemi bërë atë reqel? Po, Reqel me lëkurat që kemi bërë gjithë kohës. Po. Unë i kam. Aj shumë sa kemi bërë, s'po i mbaj mend. Kjo është me lëkurat e portokallit, apo jo? Apo karot, nuk e mbaj mend. Karot, është karota. Është karota. Ky reqeli këtu, do t'ja shtosh kekut, apo? Të glazur, do t'i shtoj. Okej. Opa. Kam të gjithë të mas. Te ëmbëlsira unë pyes çik më shumë se nuk ja them dhe aq shumë. 2-3 ëmbëlsira ditë gatuaj. Gjithashtu jam. Nuk më ha familja. Të gjithashtu janë. Kështu që nëse më shikon që të pyes, e tuti fillon ajo e ëmbëlsirës. Pak 2-3 më baziket kemi neve aty.
Dje për shembull kam bërë akullore me lule shtrydhe. Në kos? Po në fakt, vajza ma mësoj recetën. Të thash, nuk di. E ka bërë vetë, e ka bërë me pana të ëmbël, me qumësh kondestuar dhe me lule shtrydhe. Po e disa e mirë që ka dalë. Po, për gosën pana mirë, për ne pana na vret. Është ajo shija që vret. Po janë akullore, shfundja, Vret. Ne të po na vrasin, qas po na vret, na vrau një kupa akullore. Po, të kur vjen puna të kupa, aty e lëm pak një herë. Po djetë që se e gatuan. Mirë, unë e kam provuar të dorën e Oseas, edhe i lumë gocës. Edhe pun abuzohet për ditë, kur abuzohet për ditë atëherë është e dëmshme. Nëse ti e tepron një herë, ja dhe 2 herë me një ëmbëlsirë në muaj po flasim, urdhëro? nuk të ndodhë gjë. Mendova se në ditë, kush e di. Pastaj ndahen njerëzit ato që kanë qejf për ëmbëlsira. Urdhëro, ja, në ato që nuk i hajnë sepse janë të ëmbël vetë. Bravo! Po thuaj pra, thuaj. Dhe në ato që i hanë që të ëmbëlsojnë. Po thuaj pra. Gjej kategorinë ku je. Unë aty ku janë të ëmbël vetë. Faktikisht nëna do të ma vinte emrin Dolce. Dolce. Jo, Albana jam më mirë. Jam shumë e lumtur që kam Albana. Po është kjo përndjekja e emrit. Ekziston kjo përndjekja, emrin që ke kuptimi ti të përndjek për gjatë jetës. Të përndjek, sepse janë fiset albane. Mbi të gjitha. Unë për shembull emrin tim të parë, e di ti se kam patur. Lidhet me këtë emision. Ja, ku e dija unë që do më drejtoja një emision me emri Reze? Edhe e ke... Janë ato fatet e shkruara. Vendosa, si që shikoni, pak kakao. Tërni do t'i bësh një përzierje që të marri dhe këtë dekorin ose përzierjen e kakaos. Dhe nëse e njohim kakaon si përbërës, dhe përdorim atë mbrëmjeve, është mënyra më e mirë për të marrë gjithë vlerat që ka kakao, se kakao është shumë e shëndetshme. Një kakao origjinale e mirë. Nga timonin, bravo. Për timonin. Pra je timonin di. Shtyprenën. Stop! Mos i fol shoferit. Do them të drejtën. Ja, mbaroj tani. Unë di që në timon jam shumë e mirë. Pa ma në parking. E lë kështu. Ke që në me që këcilë të të ma parko. Të duhet të marrësh një nga këtë makinat elektrike që parkohen vetë, që s'ka nevojë për shofer. Tani do përsërisim dhe një herë recetën tonë të shkruar të kekut, se ka dalë shumë i mirë, kur të piqet do të marrë dhe një volum të 2 fish dhe ne do të shijojmë. Shpresoj që ju ta keni mësuar recetën ta gatuani në shtëpitë tuaj dhe të na shkruani në rrjetet tona sociale se si ju ka dalë keku. Na çoni dhe foto. Presim që gatimet që ju i gatuani përmes recetave tona të na dërgoni dhe foto. Kënaqemi duke i parë, siç kënaqeni ju duke na parë ne. Kek me kos dhe vaj. 2 gota miell, 2-3 vezë, 1 gotë sheqer, vaj, kos, sod, arra, portokall, rrush i thatë, kakao dhe në fund fare nuk e kemi ende. Sheqerin pluhur pasi të piqet, e vendosim në 200 apo jo, apo 180 do keku. Në varësi 180, 190, 200... Ne ta vendosim 180, besoj. Nëse të kekur dhe rikthehemi pas pak. Dhe në këtë kohë bëj glazurën. Bëj glazurën. Dhe vi me një tjetër recet, u rikthyem shumë shpejt, për përgatitur tani, çfarë gatuajmë zonja Albana? Do gatuajmë një fërges. E di që ti s'do të them zonja Albana, po ta thash shumë doli kështu nga... Albana, Bana, gosa më thot Banita. Banita. Dhe Banita është e bukur. Signorita Banita. Signorita Banita. Dua të signorita. Jam zgjuar keq. Jam zgjuar keq. Njeriu ndjen së brëndshmi fëmijën e vet. Atë energjinë për të qenë mos e ndjej edhe signoritën e brëndshme. Muj dreq këse se... Qa e ke këtë recetën tani? Qëfar është këtë receta? Me speca të kuq, e vendos pak domate. Glazur për kekun. Tregoj pak anvisave çfarë është glazura.
është ajo sherbeti, ajo shurupi, çfarë të thoni ju? Në formë sherbeti. Që t'ja shtosh kekut kur të piqet. Po, është ajo ngjyra e portokallt, ajo ngjyra e bukur. Gjë që... Unë këtu kam karotat, kam thënë, sepse dhe... Reçeli i karotave i gatuar 2 javë më përpara. Shiko? Shumë mirë. Që i mbështollën dhe që i bëm spiral. Qëndruan, për mos ma tregoj aty, se unë shof. Po kemi këtë komplet, unë se vrit mëndje. Ja, shiko. Ta provojnë qik. Të bëf të mirë. Tu pa mamasë. Fantastika dalë. Më pëlqeu sepse nuk ka atë ëmbëlsinë që të vel. Nuk ka rëndësi. Është i lehtë. Nëse është portokall, nëse është karrot, absolutisht. Ngjyra që ka mirë. Bravo. E lë pak këtu, edhe pak këzuj dhe filloj me recetën tjetër se... Bollu hallakata. Ja, po lëm këtu. Reçel me karota. Shikojeni në YouTube për të marrë recetën nëse se keni gatuar dhe se keni shënuar. Ja, dhe pak fare ujë niki këtu edhe filloj direkt me recetën tjetër. Forgesën. Daro, mere përzi e bëj vetë ashtë aty. Hajtë se diti, nuk është... Hajde, shfaq talentin tëndë. Karota do qëndroj këtu, apo jo? Po. Më pas se kaloj në blender. Shtoj. Gjallë. Ndërkohë karafilin po e largoj. Edhe vaj. Kam qepën të kaluar në blender. Pa tjetër kam vezët qumshtin, që qumshin me vezët, sërisht do t'i bashkoj bashk, që të jetë në masën e një kremi që t'i japi jo volumin, por që t'i japi atë lidhjen e duhur gatimit. Forges me speca me domate, qep, vez, djaf, miell, salc, një përzierje, kryp piper të zi. Ja. E lë të bëhet duke i vendosur edhe kapakun. Se ndihmon dhe avujt. Dhe filloj me qumshtin dhe rahjen, i shpërbën vezët. Pra me 2 produktet që janë të lëngshta. Duke e ndihmuar krip, piper. Të thoni ju, të vezat të qumshtë shkon are moskatit. Shkon, por nuk është të gjitha gatimet. Po. Thjesht fare, krip, piper të zi është në rregull me këto marr, 1, 2, 3, hapa dollapa, kush është fshehur mbrapa. Sa bëhet qepa, ne vjojmë me këto... Vjojmë me produktin, me 2 produktet e tjera që unë kam. Domatet një edhe specat. Të dyja bashk, i kaloj në blender dhe bëj një masë. O, palaçoja. Të lutem pak sheqer, Niki. Po, ja ti çoj këtu. Sikurse dhe produktet e tjera, që janë të njëjtat, por në masë sheqerin për të ulur aciditetin e domates. Kaq më duhet. Dhe shtojmë pasi t'jetë gati, qepa. Shtoj. Është zbutur pak. Salcën e koncentruar aty. E salcës së koncentruar. Si që pat nuk i shtova ujë, sepse dua që sa më pak ujë, kam masën e
e kaluar në blender të domates dhe të specit. Spec i kuq. Qa ngjyrë e bukur tani, domate dhe speci kuq, edhe kur bëjmë gjellët e zakonshme, ky kombinimi të dyjave, një grirje e mirë, sidomos e bën salcën më po të shtoni dhe karrot është më idealja. Pra keni atë ngjyrën e bukur dhe pak a shumë i afrohet ngjyrës recelit. Dhe i fshehim ca perime që s'na i konsumojnë. Edhe ginger është tamam e arrir pasaj. A tani të prove tash edhe me... Po, shif, faktikisht, unë nuk të proj dhe e them recetën e duhur fare. Dhe gingerin, qoftë ne kemi gingerin trung, është më i mirë. Qoftë çaj gingeri vogël fare është akoma edhe më mirë. Por ajo është pluhuri, nuk përbën asnjë ndryshimi. Mos e shtoni fare. E të prova? Tu i them stop. Jap edhe një pjesë tjetër të dytë, ama me shumë dashuri. E shikoni, pra unë të domatja këtu nuk pata fare spec. Dhe doli pak si e zbardhëllyer. Pra ndaj vendosim specin, jo për ngjyrë, po për vlera që marrin me njëra tjetrën. Mund ta ulim edhe poshtë kekun, fare, nëse na piqet shpejt. Se mund të marri pak faqen larg dhe tani do detyrohem që ta hap terën e furrës. Ja, ku e kemi, si mas. Besoj do ta tregojmë më vonë rezultatin që t'i shtojmë edhe këtë glase. Ja të marrë dhe një tel këtu. Ashtë. Dhe rrahjen. Kjo recet mund të gatu edhe në drekë dhe në darkë. Edhe në mëgjes. Edhe në mëgjes. Edhe në mëgjes. Sepse jo të gjithë kam punë zyre, dhe kur flasim për mëgjesin, zakonisht, njerëzit e përdojnë mes mëgjesit një dhe mes vaktit të parë, që është ora 10. Pra ju mund të përdojnë edhe në orën 10. Normalisht mund të e filloni kafe, çaj, nuk e di unë, për shumë si puna ime. Qik buk të thekur, të kjo fërgesa, do shkon të shumë. Mëgjesit dhe mes vaktit parë, du t'jenë 5 vaktet faktikisht, po, mes vaktit parë, mes vaktit dytë, dhe 3 vaktet që shkojnë 5. Mi shojmë së bashku recetën të shkruar me përbërësit e kësaj fërgese. Fërges me vezë dhe përbërësit që do t'i lexoj më poshtë. 2 qep mesatare të grira ime, të cilat i ka urdisim deri në të kthyer të tyre të transparente. 2-3 lugë gjelle vaj ose gjalp, 1 speci kuq, 3 vezë, salcë domate, gjysmë lugë gjelle miell, paksa ta lidhi masën, 1 gotë qumësht, krip piperizi, djathi bardh si pas dëshirës. Kemi shtuar, ndërkohë, kemi lëmë pa shtuar, edhe domatet, po, që e përforcojnë pak edhe ngjyrën e salcës. Bie pak bimët aromatike në këtë lutem? Koper majdanos, tani rregullojmë ngjyrat edhe shihet përkatëse. E pasi të na jenë tretur, skuqur mirë, domatet, qepa edhe speci, gështoj masën e qumshit, vezët dhe pak miell, kemi të tasi tjetër i bardh. Një masë. Si fillim. Pjesën tjetër, e ekzekutoj imësisht pjesën tjetër. Bëj një përzierje. Aty derisa të përthithet pjesa më e madhe e lëngjeve. Ama, kjo me qapë është. Shiko, një ngjyrë e duhur. Mielli që e lidh tani tashmë me vezët. Është e duhura, është ajo ura që lidh shihet mes njeriu dhe produktit, ja. Direkt. Fare mos më mërzisni. Oniki. Ja shtuam edhe. Unë jam titanike faktikisht. Qumështin? Fajin e kam. Çfarë të duhet tjetër? Unë kam pas fajnu, se kam dashur shojet e më përpara, po me qik djath. Një pak grirë. djathin e arlës. Oh, që janë 2 kombinime. O, zot që shkrihen. Nuk dua me fjalë. Fjalët i merr era, dhe veprat ngelen, dhe shija ngelet.
desha djathë Në të kam betur bardhë. dhe pak, cheddar mozzarella ke nga Arla, mund t'ja shtosh te... Shikoni tani, sepse më bëhet një gjë më këtu në fyt. E ka fajin shia. I japim një përzierje të mirë, avash. Fillon Të të nxehtësia. presim të mpikset aty po. Fillon nxehtësia tashti që të lidit të gjitha produktet. Gjanëm si organet e trupit, dhe njeriu që jemi një, ja, kjo, këtë duhet të arrini këtë, ja. Dale, avash. Dhe pak dhe serviri me dhe serviri. Dhe pak do më bjerë të fikët. Do dhe në qik Do më piper. bjerë të fikët, aman. Ja. Te lumë të dorë aty. Ja, pakës fare. Dhe kështu si që është në tigan mund të serviret. Tigan. Se përkalon në pjatë më duhet si kur e umbet. Shumë pak vaj ulliri. Dhe fillojnë dhe japim kësaj masës të djathit. Shiko, ja, kjo është ajo që unë dua, ja. Kjo është forgesa me ideale. Mund të shtoni djathë të bardhë, më falë tironësve, po valaj si këtë djathi që është... Që shkrin, okej. Ja përfunduam këtu recetën e fërgesës, mbaruam me fërgesën dhe rikthehemi pas publicitetit me recetën e tretë. Çfarë kemi pastaj? Do kemi qofte me lëng, qofte me salsë të bardhë me pak oriz, pak a shumë si frikaseja, për duke i shtuar pak oriz. Okej, e gatuajmë pas pak. Erdhëm në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit në rrezen tonë. Do të përgatisim tani një recetë të tretë. Direkt. Qofte me lëng. Shojmë pak recetën fillimisht dhe Albana direkt e ekzekuton dhe tregon hap pas hapi procesin, ndërkohë kemi mishin gati me qepën të grirë, qofte me mish dhe oriz në krem qumshti, pra do t'jetë formë kremi dhe lëngu në fund fare. Duhet 400 gram mish i grirë, 2 qep të vogla, 1 thelpi hudhër, 1 kokër ves, 1 lug gjelle oriz, 1 tufë majdanos dhe koper, 2 lug miell, 50 gram gjalp, 4 filxhan qumësht, kri piper, arë moskat dhe lëng limoni. Atëherë kemi direkt. Shtoj. Te ujë. Orizin bashkë me ujë që e kam lënë. Armishk. Pra tani lëvizu në varësi të kohës. Do të shtoj 1 thelpi hudhër. Do të shtoj lëkurën e limonit. Dhe jam në sa të nxehet në pritje. Sa të nxehet. Unë filloj me... Niki, të lutem këtë tavën direkt në furr. Po, e vendosun. Kemi gjë në furr, kemi kekun. Atër kekun po e lë poshtë, që është fryrë ka marrë volum, dhe ndërkohë tavën po e vendos. Tava me fërges, e vendosëm një tavë balte, që të mpisët marrë dhe më shumë shije, dhe të ketë atë pamjen tradicionale të fërgesës. Kështu që bëjmë një zhvendosje për pak minuta. Vjen ti këtu? Vjen ti këtu? Shkojnë të lejduart. Oke, bëjmë parat mode, se kemi dhe... E përzjeve qepën me mishin e grirë. Shtoj. Hop. Një kubik gjalp. Atëherë. Më duhet mua një... Se ka marrën këtu atë? Ja, o, balace. Direkt. Për t'i dhënë formën, shpejt e shpejt qofte. Masën, sa më duhet. Mendosi këtu, majdanoz. Do të Nuk thotë o që aty zjenë dhe pak. Opa, këtë masë më duhet. Po mirë, ja, po i bëj unë këtë pjesën. Bravo. Formës. Të vogla, sa një arë, sa një kokër are. Në është.
Lëkshu në miell që të pudrosim pak. Në vendosin aty pas e të zijin bashkë me... Dhe më pas, këndojmë oj luli o plumbi bardh, bollë shëtit e dardh më dardh. Ja, të dyja na dolen më të vogla, po i bashkoj dhe po bëj një më të madhe, gati tani direkt për te... Se nuk do vendosim që orizi kemi... zier. Me shfarmaket, me shfar bëmrethin, me kompast. Diametrin, perimetrin e në kompastet, urdhëro. Ja, opa! Kështu të vogla, kafshadza. Mos u shqetësoni, fare unë kam thënë gjithmonë. Jemi ne që bëjmë kohën, nuk na bën kohën ne. Absolutisht fare, ja. Po kjo është pak a shumë si gatimi i frikases, si kundre përmendëm më parë. Po, thjesht unë shtova orizin, që të jetë pak më e bollshme për familjarët, sepse ne këtë duam. Që të plotësoj vaktin e drekës, vaktin kryesor, pra qofte me mish dhe oriz, të cilat do të përfundojnë në krem qumshti. Opa! Dështojmë dhe të tjera qofte. Kemi kohë apo jo, ha? Kemi. I shtojmë gjithë sasin, ndoshta, nëse na duhet i shtojmë. Urdhëro. Që të mbushet plot, pra të jenë prezent të dukshme. Këtu, opa, ja. Edhe kjo masa tjetër këtu, urdhëro. Tani, heqim lugën dhe i bëjmë me dorë, sepse tash ja kapëm nëse sa është të kësyri. Po, kjo ishte edhe për të treguar që kemi një pajisje. Asa pajisje që kemi, o zoti madhe, nga do njëherë, kur i kërkoj, nuk i gjej, sepse janë sërtarë plot me pajisje. Po. Ja, tani për shumë më kujtova, pse nuk e vura tek ajo të nxera e bukur e qelç që kemi. Që të ishin të dukshme. Tani, pasi të zinë aty, çfarë veprimi kemi tjetër? Mbarova me këto unë, direkt qumë është vezë, direkt tani unë, laj pak duart edhe. Se me pjesën tjetër pastaj merremi më vonë. Opa, laçe, këtu një mas. Opa, majdanoz. E heq, duart laj unë. Masën e majdanozit dhe do të shtojmë qumshtin në kametër përbërësi i fundit për të marrë masën dhe formën trajtën kremoze. E pa dyshim, i edhim dhe një sy tjetër për recetën tonë, sepse i duhet që t'i shënojnë përbërësit, duke qenë se kanë kaluar shpejt e shpejt në proces termik. Është hapi i fundit, shtimi i qumshtit dhe i vezës, sikur po e presim në fund fare zjerjen e qofteve. Atë kanë diçka unë që të rah vezën? Një pirun. Është direkt këtu. Një ose dy gota qumësh është mjaftueshëm, ë? Mas mielli. Që e trash pak masën. Kam krysin nga koha të shti, nuk mora te, nuk mora gjë. Direkt, opa, luaj me temperaturën, një përzierje të lehtë, të gjitha janë në vendin e vet. Tu ke dhe limoni, mund ta shtrydhësh se ke gati. Jo, të ta lëmë të zjej pak. Ne dim shumë mirë, qumshin me limon, bëjmë kosin. Po do zjej pak, pra në fund fare në pjatë atëre. Në fund fare, gjithmonë. Kam një përzierje, a të marrë dhe kekun? Po mirë, sille dhe kekun dhe mbyllin hapësirën tonë të gatimit, ju sollëm sot 3 receta. Nisëm me kekun me kos dhe me vaj, me aromë portokalli, shtuam edhe ara të grira në të, përgatitëm një fërges të shishme, të shpejt, me speca të kuqe, me domate, me qep, me djafra, e me radhë, dhe kemi në furrë dhe atë për të pjekur dhe recetën e qofteve në krem qumshti. Tani mbarova kam edhe një piruet. Bravo! Ju përshëndesim nga kuzhina. Shihemi pas pak me Reze Dielli.
Mirë se erdhët në Rezën tonë në këtë pjesë të programit. Nga Rezja jonë do të shkojmë në Itali, sepse të shumët janë shqiptarë që në kam bërë krenar me arritjet e tyre në fushat të ndryshme, në artë, në sport, në gastronomi. Personazhi i një radhës është një shef kuzhine, është një shqiptar, një shkodran, i cili ja ka dalë të vlerësohet në nivelet më të larta në fushën e tij të gastronomisë në Itali, ku ai ka gatuar për personalitetet të larta, të cilët vijojnë nga arti, kultura, sporti deri në politik, në zyrat e kabinetit ku ai është thirrur për të gatuar me artin e tij, me atë që ai di të bëj më së miri. Jemi direkt nga Roma me Altin Gjonin, me shefin Altin Gjoni. Ju përshëndes, Altin. Përshëndetje, mirë se u gjej juve dhe publikut. Faleminderit për kohën tuaj. Si është paraditja mëngjesi për një shef kuzhine? Ju punoni darkave kryesisht, apo jo? Atëherë, dita një shefi nuk dihet kur fillon, nuk dihet kur mbaron, që jeni gjithmonë në kontakt me punën. Aktualisht, në këtë moment jam në ambientet e lokalit ku punoj, restorantit absolutisht. Pra dita një shefi, domethënë, është pa ata oraret fikse, por gjithmonë sepse nuk është vetëm servisi, po janë edhe gjitha anë tjera, përgatitja stafit, blemjet, edhe menaxhimi i tonë në reparteve që kërkon. Prej sa vitesh punoni si shef kuzhine në Itali? Atëherë, si shef kuzhine me titullin shef kuzhine, që nga viti 2002, nga viti larg 2002. Gradualisht mandej i rritën gradat që janë këtu, që njihen për profesionin deri në ditën e sotshme. Por nga viti 2002 me titullin shef. Ju keni lindur në Shkodër, keni jetuar në Shkodër dhe në vitin 1997, një vit i vështirë për Shqipërinë dhe shumë shqiptar, emigruat në Itali, apo jo? Më trego pak për fillimet e tua, pra të shkëputjes tuaj nga Shkodra, nga Shqipëria për në Itali. Po, në linjë Shkodër në vitin 97, prak vitin 97, themi në ta trazina që po vishin, familja vendos që të shkputet nga Shqipëria për një jetesë më të përkohen, edhe spostohemi në Itali. Prind, edhe unë e vllai, jemi dy vëllezër. Marrën tonë në Itali, spostohemi në Sicili, direkt në Sicili, po aty janë fillimet e para tona, domethënë si me ambientimin familjar. Aty fillon manela ky rrugtimi im në zanatin e profesionit. Sa të ka ndikuar shef Gjoni kultura siciliane në formimin tënd si shef kuzhine, për të kuptuar më shumë nga kuzhina italiane, që duhet thënë është një kuzhinat më të mira në botë dhe ata e konsiderojnë gastronominë kuzhinën si fe, pothuajse. Sigurisht që ka goxha sakrifica nga ana juaj për të arritur në këtë nivel që jeni, për të vlerësuar dhe për të përfaqësuar në nivelet më të larta. Vërtet, atëherë, Sicilia për mua ishte, flas nga ana profesionale, me vështirësitë e vetë, fillimet e veta, me integrimin që është një hap i vështirë në jetë, por gjithçka me mbështetjen e familjes u stabilizu. Por nga ana profesionale për mua ishte një dashuri, domethënë me shkim parë, colpo di fulmine. Se Sicilia është një vend, domethënë që ofron jashtëmaset. Janë, domethënë, traditat e hershme, kontaminacionet që kanë rënë kulturat hershme në Sicili, si ajo arabe, normane, saracene, mandej deri në ditët e sotshme të italiane. Pra kuzhina italiane atje është pak fakultative, sepse është shumë e kontaminuar edhe nga kuzhina tjetër. Për mua kjo ishte një thesar i vërtet, edhe në momentin që unë hapet e parë që hina një restorant, të fillu nga të zero, ka fillu një pjatalarës normal, ku kuriozitetin lini ishte dëshira për ta çuar ne dhe pas hapit. Nga pjatalarës ju e thatë, a e kishit menduar që sot do të ishit një shef i suksesshëm dhe kaq i kërkuar kuzhine? Them drejtën, apo je shkodranti dhe shkodranët e kanë atë shprehjen, po je shkodrant të tana i ban.
Kja ishte diçka që erdhi relativisht, por unë kam atë kishat e binjen që edhe sot kur e mendoj domethënë që është një arsye që çon aty ku ti shkon ku ti. Pra nuk ka gjithçka rasti, nuk ka gjithçka kazolitet, është sepse lidhja me kuzhinën është e hershme, është në mojën teme tavolinat tona, në ata banketet, ata darkët, ata festinë familjare janë banketë gjithmonë domethënë bollësh edhe me shumë njerëz, me shumë që jam shumë. Mandej unë ardha me një anekdotë tillë që në atë periudhë AGM hap një lokal në Shkodër për kohën shumë i frekuentuar, edhe ishin krizë për kuzhinierat. Momentin që nuk po viqim këtë kuzhinier kur shkon, që merr këtë profesion të kthehet, unë garantoj edhe një rrok mirë, edhe më atë idenë po thon kështu po. Nuk ka realizuar kuptimi, po realizuar domethënë arritja në profesion. Në këto 24 vite shef kuzhine, do më tregosh cilat kanë qenë momentet e tua më të arira në karrierën tuaj si shef kuzhine? Ne kemi përzgjedhur disa prej fotove që na keni ndihmuar dhe disa i kemi përzgjedhur dhe nga rrjetet e tua sociale, për personalitetet me të cilët ju keni përfaqësuar veten tuaj si shef kuzhine, ju keni gatuar atyre, përsëri ju kanë përzgjedhur, kanë shkruar mediat italiane për artin që u bëni në pjatë, për këtë art, sepse kuzhina dihet që është art të sfidosh në një botë të tillë gastronomisë italiane, është me të vërtet një arritje, edhe një punë e palodhur nga ana juaj. Por mi rendit vetë, cilat kanë që në ato momente që të kanë dhënë ty një lloj kënaqësie profesionale? Atëherë, këtu fillon një kapitull i arritjeve. Ardhjen në Rom në vitin fundin e 2001-shit, spostohemi në Rom, edhe këto linin ata oportunitetet them kryesore. Me një bagazh të fortë, pra nga eksperiencat Siciliun këto kuzhina pothuajse me një përgatitje shumë të mirë, sidomos nga kuzhina e detit. Sicili aplikoi më shumë ajo. Edhe këto gjeta një hapësina shumë të bukura për rritin profesion. Pra, si që e thotë edhe ju të pyetja më përpashme, gastronomia italiane është në nivelet e saj më të larta. Është një njohje nivel botënor, është jam vonë se një janar kuzhina italiane hyni në patrimonien e UNESCO-s, pra në pasurinë botënore të UNESCO-s. Kuzhina e parë në botë që përfshi dhe ruhet si trashëgimi kulturore në UNESCO. Totalisht, pra një kuzhinë totale është çfarë do të thotë? Do të thotë që është një vlerë e njoftun, pra një vlerë që vjen nga lart, nga shekuj. Edhe për ne që jemi këtë fushë, janë edhe shumë shqiptarë tjerë që janë mirëfill në këtë fushë, është një kënaqësi edhe personale sepse kontribuojmë edhe ne për këtë lloj trashëgimie. Pikërisht këtu do doja të ndalesh, a e ke ndier ndonjëherë një lloj presioni shef Gjoni ose një lloj paragjykimi për faktin që ju jeni shqiptar dhe pikërisht këtë kuzhinë, këtë art më vete, këtë fe në thonjza e kemi ne si italian, thon ata. Ti e ke ndier këtë lloj diskriminimin thonjza në kuzhinë? Tash të them të drejtën, nuk do të quhet diskriminim, po do të quhet vështirësi për me hyrë në qendër të kuzhinës, në qendër në thelbin e asaj, e traditës, sepse atë një kuzhinë e mirëfillt li nga tradita, më ne kalon në elaborimin e saj. Kanë ekzistuar, kanë qenë këta vështirësi, saqë edhe aty në këtë ilustrimin është një artikull i vitit 2010, që nuk gabohem, pra flasim për shumë vite përpara ku shefat shqiptarë ishin. Do ta kemi dhe si foto, shkrimin e gazetës për karrierën tuaj, për Italia Tavola. Më e mend që gazetarja që ishte pyetja këtu, një anekdotë të vogël, gazetarja kur erdhi me artikullin tonë u prezantova. Bila në artikull i firma ka amerikanizuar një emrin. Edhe unë inzistova që të shkruaj të shqiptar, që po ja thotë shef shqiptar, tha nuk sikur, nuk thash shqiptar e më do ta shkruaj vetëm se nuk bën ndryshe. Edhe faktikisht e ka citur. Pra, janë këta vështirësinë
flas për kohën, se aktualisht nuk ekzistojnë, sepse janë integrit, ka bët vetën, por në ato fillime po, sepse thashë jo, ti mersh të hysh në një kontekst, domethënë që këta janë shumë xheloz, janë kështu, është normal që jam një fije kështu, por gjithçka nuk vjen as për falas, as për rekomendacion, vjen me merita, se meritat janë për para dhe avashazhinë dhe vlerësimit. Më tregu pak nga emrat e njohur botëror, por dhe italian, për të cilët ke gatuar dhe ndonjë eksperiencë, ndonjë histori që do doje ta ndaje me publikun shqiptar. Po, si që thash, më ardhin këtu në Romë, kam në vazhdimin e karrierës, kam pas fatin dhe kënaqësinë që bëj pjesë në ambjente të themi edhe ekskluzive. Disa shoqëni të mbyllura sportive, kulturore, në ambjente të ndryshme, Canottieri di Roma, këtu që është një ciklu sportiv, ose Due Ponti Sporting Club, që janë Art Cafe, lokale shumë modë, shumë frekuentuar nga personalitete të ndryshme. Në atë periudhë më mend edhe kam një periudhë kohë rezident shef për llomën e deputetëve të Senatit të Romës këtu, ku kam pas shumë kontakte me personalitetet të kohës. Më mend për atë periudhë Giorgio Meloni, një fans e Parmigiano di Melanzane që unë gatuja. Dhe ka rregullisht edhe në atë kohë më mend edhe në kërkot edhe recetën. Meloni është një adhurues e kësaj pjate dhe meti shumë e kënaqur nga receta ime. Ose drejtori, siç është Clemente Mimon, që ishte një apasionuar mas milefoljes, një ambëlsinë që gatuja këtu. Princi Giovanelli gjithashtu. Pra, personalitete të ndryshme që të rrisin karrierë, është nësia. Të kanë kërkuar ata ty, apo i ke gjurmuar, i ke kërkuar, ke qenë këmbgulës dhe interesuar për të rritur profesionalisht dhe për të qenë pjesë e këtyre qarqeve të njohura? Ja, normalisht, domethënë profesionalizmi. Është emri yt që ka qarkulluar apo jo? Shija që ka lënë dikujt edhe pastaj është marrë për tjetrin. Absolutisht, domethënë është kjo. Mandej në këtë ambjente gjithmonë kërkohet shefi, kuzhinieri, absolutisht. Mesin të natën në herën e parë të kërkojnë mandej normalisht e tjerë. Pra, diçka që për një ka forca kuzhinës, çdo gjë nuk është e replikueshme, nuk stampohet në 3D, është dora jote. Dora jote është pa replikueshme, është ajo që kërkohet, ajo që Do t'i kërkoja regjist në kalonte fotot që i kemi vënë në dispozicion të emrave dhe personaliteteve që shef Gjoni ka gatuar, si kundër dhe aji i përmëndi, me Melonin pa tjetër që do të ndajmë histori, sepse shumë prej recetave tuaja, Meloni i ka kërkuar për t'i gatuar dhe ajo vetë, ose për t'i gatuar, po çfarë pëlqeu tek dora jote? Çfarë i pëlqeu tek recetat tuaja, Melonit? Po, për kohën, për ku ishte me sonë me ministre e rinis, me stafin e saj, po edhe për Fratelli d'Italia, kam organizuar disa darka elektorale, me stafin e saj ishim gjithmonë përhershëm mas takimeve, ku preferonin në kuzhinën që unë i gatuja. Si thash, apasionuar shumë as Parmigiano di Melanzane që unë gatuja, edhe pjatë tradicionale. Meloni është shumë tradicionale në ushqime, është tepër radikuar në recetat popullore romane. Sa prej shpirtit shqiptar, prej traditës tonë ke marrë me vete, Altin? Unë them shumë. Gjithçka, sepse kjo është një profesion që ti nuk mund ta bash pas se po atë lidhen me shijen e me kënaqësinë që ti pushimin për brenda, është diçka që lind, domethënë. Sa ke përfshirë nga kuzhina shqiptare, nga tradita jonë, duke modernizuar atë dhe duke krijuar, sepse përveç se recetave standard ose recetave të cilat gatuhen aty, ti edhe krijon shumë receta, janë recetat alla Altin Gjoni. Më trego pak si krijon receta, cila është baza dhe çfarë fantazie duhet të kesh për t'i sjell ato dhe për të testuar shijen, padyshim. Po, mandej këtu vim te një hap tjetër që është krijimi i asaj që ti mbledh me eksperiencën e viteve.
me eksperiencën e viteve, njohjen e produkteve, tokës, detit, e ditë shka po, edhe me atë, sepse recetat më parë linin në kry, ma ne aplikohen pjatë, absolutisht, në kështu. Në rastin tem, unë kam disa aplikacione për krijimin e recetave që kërkoj gjithmonë egzaltimin e materjes. Pra, nuk kërkoj një ndërthuje tepër komplimentume, por diçka që të egzaltohet produkti kryesor, edhe shihet një pastër, edhe origjinale në gojë. Pra, kjo është, unë kam ata teknikat e mia, ku nuk kërkoj shumë përbërës një recetë. Tjenë materje ekselente, por gjithashtu Ky është sekreti i recetave perfekte sot? Pra, të kenë më pak përbërës dhe më shumë shije, siç është baza e traditës në çdo, të paktën në vendet mesdhetare, si mendon? Absolutisht. Ju preket një terminologji shumë ashtu mesdhetare. Ne jena në zemër të mesdheut, pra kemi fatin që jemi kërthisa botës, ku sezonaliteti i produkteve është në një pjesë të botës, pra jemi plot me përbërës cilësor, si tokës, si detit. Kja është sekreti, pra këta gjëma, dieta mesdhetare është njoftë në nivelli botënore, jo vetëm për shijen, por edhe për jetëgjatësinë. Po, edhe është e rekomandueshme si dietë e shëndetshme, absolutisht, sepse ka përfshirje frutave, perimeve, vajin e ullirit. Kja është ajo, që është ja pasuri që ne kuzhinierët ne kemi në dorë. Pra, atëherë, ne vetëm mund ta komplikojmë. Pse ta komplikojmë kur arrim në rthurim, të jemi të sigurt të përbërësit që bashkojmë bashkë, të zjarrim një shije unike. Pra, sa më shumë që ne të komplikojmë përbërësit, nuk arrim të japim atë vlerë që ata kanë. Kjo është ajo ideja, vetëm kam një faqe blog të cilën Mediterrane coast to coast, pra është mesdheu nga bregu në breg. Ku ne jemi, i nollemi. Atëherë kjo do të jetë një forcë jona që ta aplikojmë dhe kemi rezultate të fushme. Cila është receta më e fundit që ke krijuar, Altin, dhe si lind një recetë? Si e krijon një recetë të re? Atëherë pasioni më orienton gjithmonë në produktet e detit. Unë nga vetë të preferoj ma shumë, dhe më thamë, produktet e mishit, jam mishngranc, por në gatimi më tërheq shumë produktet e detit. Jam dhe më thamë, një pasion të veçantë, sepse janë shumë atë vështira, kërkojnë një dedikim maniakal, fines, elegancë, mos kësaj edhe një gatim personal, pra sepse çdo lloj peshit ka një trajtim, një gatim të veçantë. Nuk mundesh të gatojmë gjithçka në një kohë. Ja është, pra fillohet nga blejme që duhet ta dish ta zgjedhësh, nga pastrimi që është komplikuar, gjëja më komplikuar, ma ne te sfiletimi, te gatimi, te trajtimi dhe te servirja. Është edhe diçka që kushton, ka një kosto shumë të lartë që ta konsumosh, kështu që kërkon edhe atë prezantimin ekselent. Pra, gjëja më e vështirë mund të tërheq më shumë, por jam domethënë tek pjesë këtu. Sa e rëndësishme është kurimi i pjatës, ana estetike, vizuale e pjatës tek që i serviret klientit, konsumatorit? Ja, është fundamentale. Është gjithçka që pra si ju kërkon kënaqësinë e tij. Duhet jetë shumë e kurume nga kjo ana në detaje, sidomos në detaje. Jo egzagerume, sepse kalohet në dekor disa gjëra që s'kan vajin hiç më ne. Duhet jetë gjithçka komestibile, për mendim gjithçka që është në pjatë duhet jetë komestibile, por duhet jetë në detaje e përsosur. Pra në detajet janë. A ju ke gatuar italian me ndonjë recetë shqiptare? Po, absolutisht. Rasti? Absolutisht. Në shumë raste, gatuj bile kuzhinat, domethënë edhe nga kuzhinat e territorit, nga kuzhina e Shkodrës, ne këtu gatuj tavën e krap. Unë, të drejtën, është nana jeme, t'japim meritat asaj që është një kuzhinier perfekte, është ajo që më ka trashëguar edhe këtë pasion
o njalat e Shkodrës, këtu I gatuim shpesh. Të bërekun, nëna eme gatuim një brek shkëlqyshëm, ja prakon, sezon ja prakon, jena në sezon, bile javën që kalej, përgatit një prak mrekullueshëm, po këtu kolekt e mi, bile me gjathet e rrushit dhe të parat, edhe të njomat mija, që janë shumë të natshëm kur I provojnë kur është. Normal është ma vështirë që ti servirim në lokal kështu, por në ambientet familjare, më private, qartë. Në private, janë shumë të hekën. Nga që edhe italian kote fund Shqipërinë kam bë si atë daljen e dytë, më thënë direkt, shkollën shumë edhe janë shumë të hekën nga kuzhina jonë. Një shef kuzhine që duhet të ketë atë përgatitjen kreativitetin e duhur, orët e gjata të punës, gatuan edhe në shtëpi e babai 2 fëmijëve, apo jo do të shohim edhe disa foto familjare, a gatuan për familjen tënde? Kush gatuan tek ju? Apo e lë pas? Pe pushim në shtëpi. Absolutisht, kam ngasin gatuar në shtëpi, sidomos për fëmijët e mi, ata janë kritikët e mi të parë. Fëmijët e mi janë pa ata që edhe nuk të japin lehtë atë kënaqësinë, atë komplimentin absolutisht duhet t'i kënaqësh me ta marrë që pra ata janë klientët e mi të parë, kritikët e mi të parë, janë kënaqësia jame, nuk ka të tepër kohë që kaloj me ta, të them drejtën, sepse darkë dhe zakonisht jam shumë I zanë, por në ata 2-3 momente që kam darkë që jam me ta në shtëpi, kërkoj që kohën t'ja dedikoj edhe t'i kënaqësh me kërkesat e tyne. Dhe për ta mbyllur, ku e shef të ardhmen tënde? Ke dëshirë, ke menduar ndonjëherë të rikthesh në Shqipëri për të hapur kujtu në restorantin tënde për të kontribuar këtu si shef kuzhine? Atëherë, nuk jam hala në atë kohën e bilanceve të drejtën, por unë jam kështu, të në Itali është një thanje, shefat edhe trajnerët e futbollit janë gjithmonë e valigjën gati. Pra, sepse ky është një profesion shumë I bukur, shumë kreativ, gratifikues, por është edhe një biznes, pra që gjithçka do të them shtetet në numra. Do të jesh kuzhinier I mirë, I kërkuar, okay, po dish edhe rezultatet. Aktualisht unë këtu jetoj e punoj në Rom për Italiana Fitness and Spa, ku kuroj 3 lokale që këta ke shoqëri ka këtu në Rom, bashkëpunoj me gazetar Pietro Fjogi, I cili është një pasinum edhe I kuzhinës shqiptare, me Italiana Meridiana TV, që janë kanale që janë të interesuar edhe për aktualitetin, politikën edhe gastronominë shqiptare. Kote fund kishte një intervistë me Pietron për sa I përket kësaj kuzhinës shqiptare, Arbresh në Itali, pra kjo është një lidhje tjetër. Pra kuzhina shqiptare ka një interes që kontribuan prapë te kuzhina italiane, siç thamë, që është në UNESCO, pra kuzhina e jugut të Italisë, që janë kuzhina Arbresh me pjata shumë cilësore që njihen, janë ato kontribuese në këtë njohje. Kjo është aktualiteti jem. Më ardhmja nuk I dihet, pse jo Shqipënia po hapet në tana aspektet, është po kriju një tërheqje vëmendje, sidomos nga turistike. Gastronomia dhe pritja shqiptare janë po në atë nivel, sidomos kuzhina territoriale dhe ajo e bujtine, ajo e turizmit të vogël. Që unë këtu kam shumë njohës që shkojnë e vinë, më reflekton unë vjellë vetë, për çdo verë jam në Shqipëri, për shkak të pushimit dhe e vrej këtë rritje dhe këtë nivel. Pse jo, nuk them që jo, pash edhe jam. Nuk ta bën zemra, të thuash jo, por gjithsesi për ata ambient që ke krijuar dhe për ata ambient që gatuan, sigurisht që duke qenë se ju e thatë që është edhe një formë biznesi dhe mënyra se si ju vlerësoheni financiarisht, je I mirë paguar? Paguhesh mirë si shef? Kënaqem, mund të themi kënaqem. Pretendimet janë gjithmonë, por edhe pagesa është e kënaqshme. Jetojmë në një periudhë shumë të komplikuar për gastronominë. Sa shkojnë pagesat e shefave? Sigurisht që sipas karrierës dhe suksesit edhe eksperiencës së tyre, por që në ç'nivel nivele shifrash flasim? Po, atëherë këtu jemi gjithmonë pagën e bën tregu. Nuk mund ta vendosim
domethënë në tavolinë, e bën tregu, mandej e bën eksperjenca jote. Nuk ka se do të vëm një limit, domethënë është një shef kuzhine i mirë, domethënë një restorant të mirëfillt, edhe çfarë kuzhine aplikojmë. Unë kam kap në kuzhinën e peshut, jam ashtu domethënë sepse ta them shefat e peshut janë pak a shumë si Mozart i muzikën klasike. Andaj vinë aty me rrallë. Po çfarë shifrash për shembull, deri ku nëse mund të pyes? Shifrat atë një kuzhinier që stash përpara mund shkojnë te 3500, 4000 euro, 4000 euro në muaj. Për një shef kuzhinë të mirë. Mandej varet gjithçka te koha që ti do të dediku punë, te koha që ti të me dediku dhe jetës private, është gjithçka në varësi. Por këtu është diçka që duhet vëm theksin, ata vëm fort theksin, që profesionistat paguhen. Atëherë, varet gjithçka te profesioni që ke. Te ajo që ti arrin edhe mi transmetu stafit, te ngritja që ti jep lokalit, te imazhi pra i pjatëve, nuk ka të bëjnë domethënë sa merr tërsinë. Ka eksperjenca dhe gjithçka, si kudo, për rëndësishme përveç dhe pagesës dhe kënaqësia dhe eksperjenca dhe emri që ti ke krijuar ndër vite. Të falenderoj shumë për kohën tuaj edhe të uroj shumë suksese në këtë profesion të bukur, të lodhshëm, sfidues. Faleminderit për kohën, faleminderit për intervistën, për mundësinë, ju uroj gjithë të mirat, ju dhe shikuesve tuaj. Faleminderit shef Altin Gjoni nga Roma, përshëndetemi së bashku. Ndërkohë, të nderuar shikues, le të kalojmë në publicitet dhe do të rikthehemi përsëri në rrezën tonë. Shumë pranë Tiranës na pret kjo pamje fantastike, e cila të çon në natyrë, aty ku njeriu mund të çlodh syt, mendjen dhe shpirtin. Jetesa në qytet plot zhurmë, trafik apo edhe ushqime industriale na izolon duke na bërë pjesë e një rutine as pak të shëndetshme. Por këtu është ndryshe. Rakip Xhebrahimi e ka kthyer shtëpinë e tij në Sauk në një kopësht ku mund të gjesh gjithçka. Fruta, perime, zogjë, bakti, qumësht dhe djathtë të freskët. Pas 45 vitesh në shërbim të qytetit të Tiranës, tashmë në pension, nuk ka zgjedhur të qëndroj, por të punoj në vendin e të parëve të tij. Ne jemi Xhebrahim. Gjyshi im ka vdek 104 vjeç. Gjithë pronat për ati i kemi. Kur u ndan tokat, morën çdo njeri pjesën e vet. Ai që punoi, e shiti, kurse unë e kam marrë temën. Edhe bëj prokopi për familjen teme. 45 vjet kam punuar me gjelbrimin e Tiranës. Ta shofsh nga varrezët dëshmorëve, gjithë Tiranën, Lanën, gjithë unazat, unë i kam mjell ata pemë. Unë kam punuar aty. Me ka dhënë kënaqësi, nga e që kam punuar, po e bëj edhe mbaçet time. Është tjalet, trashëgimi, fëmijëve që ja kush kemi qenë, që jemi të bo, e ku do shkojmë. Fshati është boshatis. Nuk ka më. Sepse hyni kjo fryma, shit toka, bë pallate, bë vila, 2-3 shi unë gushtu veni. Ku ta qësh, s'ke ku esha. Së t'jem, unë nuk e shes. Pse? Kam kënaqësi të modhe me gjelbrimin, kam punu vetë në gjelbrim, po edhe është kënaqësi. Gjelbrimi është kënaqësi. Kjo është lop veni, gjerse, edhe është shumë lop ekonomike në familje. Sepse nuk do shumë ushqim, është edhe lop e vogël, për familja shumë e mirë. Përpunoj gjizën, djathin, dhalin, kosin, gjitha, mandë kësaj. Në dimër do t'i pregatitësh dimrit për barthat ose njënsh. Unë më tepër përdor njënsh, sepse edhe për delet. Është më i fuqishëm njënxhi, se sa bari. Me baktin edhe kënaqësi, po edhe i qik lodhje ka. Me drejtë, sepse të një u zhduk ikën toka, s'ka ma. Ka pas qenë shumë toka, kishe shumë, të një edhe ushqim nuk gje. Duhet të blejt, o nga lushnja, që shkështë ta mash në lushje, nuk të leverdis. 2 orë e qisë në mjes, për arsye që të morin e reze në pranverë, të mos në dimër, është dimër, rrimrena, regjim stallor. Kurse në verë e qisë që në kullot, 2 orë e maj, edhe këto, edhe delet. Po kjo rri edhe me delet, që është mësu.
Nuk largohet, rrinë aty afër. Lopa është i qike vështirë. Kali i qeni edhe delet një gjonë, kurse lopa ja. Është më ashtu. Në regjim stallor, po mund të trajtojsh ndryshe. Kurse kështu, ja. Hurma, kumbulla, dardha, pjeshka që janë të venit. I kam vetëm për familjen time. Të gjitha këto. Nuk bëj tregti, merrem vetëm me baqen. Sepse gjatë gjithë kohës dimrit, kumbullën, pjeshkën, kajsin, e bëj komposto. Edhe i zi, edhe i fus në bodrum, gjatë gjithë dimrit për familjen. Ushqej familjen, në vend të lëngjeve. Tu ka kumbulla, shahine, kumbulla, veni, dardha, pjeshka, edhe një mon të zi, zarzavate, qep, salat, hudhra, spinaq, bazi, që janë për pranverën. Hajde. Hajde, Ruda. Hajde. Ajo është delja që ka bërë këtë qingjin, që e quajnë në emrin Ruda. Ajo është sorra, edhe ajo është racë e lumës. Këta janë gjithë me 2 qingja. Ka edhe që më bëjnë edhe 2 herë në vit, faktikisht. I e bëjnë 2 qingja, i e bëjnë 1 qingjë. Hajde, Ruda, e më rësit që. Hajde. 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 Xhibrahimi tregon si për kujdeset për kafshët, të cilat kanë disa sekrete, që të rriten të shëndetshme dhe të prodhojnë mish dhe qumësht të mirë. Delja ka i veti nuk do lakshtin, sepse i prishën komët. Do sa më e thatë veni që jeton, që rrinë. Edhe qethen një herë në vit, sepse kanë shumë leshësh për verë, kanë shumë siklet. Këta janë qingja po të vetët, racës vetë, qingja që janë meshkuj, nuk i majt dot, i therë për familjen. Kjo është 2 javësh që ka lindur. është racë lume, ja se e ka qimen, kjo është e nona vetë që e ka bë. Kjo është. Kjo që është 2 javësh, 2 javë që ka lindur, sa ta qisë këtu në kullot, kjo fillon në kërcen. A që i lezeqëm, bëhet, që me shty kurioziteti edhe ta filmoj, duke kur kërcen kështu, që është i lezeqëm. Dimër i përdor misër. Kur vje koha për të pellë, për lindje, ja zi misrin edhe ja jap me krip. Sepse e ushqen edhe e man, gjatë gjithë dimrit, e man që mos të liksohet, mos të bëhet e dobët. Se përballon mësën e 2 qingjat. Pe mo do ilacet. Ilacet nuk janë si që kanë qenë, duke hartë, duke ndryshu. Unë për shembull rrushin e kom bë 5 herë, me zja meshe rezultatin, sepse i bite hini i vrugu. Faktikisht, kur e merë për shembull që meshe rrushin, kishe qefta veshën të volin, sepse nuk kishe shumë spërkatje. Dhe që i bë më shumë spërkatje dhe i vjera ilaç. Këta kanë shije jashtëzakonisht, kanë mishin shumë të mirë, çdo 6 muaj po t'i therrësh, e rosa franceze. Këto janë 4 rosa veni, unë nuk i kam vënë ato se këto janë më shumë prodhuese, bëjnë më shumë vezë. Edhe shtohen më shpejt. Krrrr. Unë fakt kam 30 pula. 4 gjela, edhe kam vetë disa zëjq që janë 3 mush. Që i kanë bo këto pulat. Këta janë ato zëjq, që i themin e zëjq fushe. Për konsum familjar. Këtu ne blem vetëm makaronën, orizin, as i gjë tjetër. Ullit i kam të mit, i kam anë sipër,
vojnë e ullinit e kam bio, po vetë. Baçja e shtëpisë së Rakipit ka gjithçka. Faltuarve të tij aty nuk mungon asgjë. Me dashuri ai na shpjegon si i mirëmban. Këtu i kam agrume. Kam limon, veni, lëkur holl, mandarina, portokall. Që s'mi kap as jugu, as veriu. Reziston, sepse në sauk është ftot. Për ne quhet sauk turku, ja ka njëtë emrin sauk së është veni ftot. Kjo është tani në lulzim. Fillon lulzimi, bie lulzimi, lidh kokrën. I ka ardhur koha për t'i bos përkatjen, se ne kemi pas shumë frikë. Kur ishtem lulzim, nuk i boshim me ilaçe. Sepse, ja, kjo quhet brez. Kjo smunje fillon e nxi, edhe e prish fildanin. Nuk prodho. Jemi detyruar t'ja bëjmë me rrogor, se rrogori është shumë i fuqishëm edhe është dukte mizën e zezë. Kjo quhet portokall e shartume me sheg. Kjo, te e kom morë në Greqi. Edhe është shumë e mirë, ka shije jashtëzakonisht e mirë. Kjo është mandarin, kjo është mandarin, kjo është mandarin, gjitha ajo është portokall. Gjitha këto janë për prodhimin, për shtëpinë time, për familjen time. Ky quhet manizi. Kurse këtu kam hardhi, sheshi zi, sheshi bardh, për konsum familjar. Këta janë pemë dekorative, gjethe mbajtse, nuk i lëshën gjethet. Janë për gjelbrim, për baqen këtu për para shtëpisë. Rush tavoline, i bardh zverdhet, bëhet i verdh, ka shije edhe aromë shumë të bukur. Këtu pastaj kam dardhat, kam peshka, kam moll, kam hurmo, masanaj kam zarzavatet. Zarzavatet duhet ta punosh edhe pemën, duhet ta punosh në janar, sepse kur ka temperaturë të ftohtë, ngrica, e përpunon një qik. Pra ne punohet sa më shpejt ta punosh tokën, më mirë është. Që në orën 5 e gjys, zgjohem, dal, marroj punë mrena në shtëpi, dal jashtë pi kafen në borë, edhe merremi me baktin herën e parë. I miel, i pastroj, i ushqej, edhe i qisë në kullot. Pastaj merremi me baqen. Filloj, bëj spërkatje, e shoh në rast se është duke u prish, i bëj spërkatje, i vadis mjest, me ujë pusi, kam një pus, edhe i vadis mjest heret përpara se dali dilli. Se po doli dilli nuk është e mirë ti bjeri kur jetu ke vaditur, se dëmto fildanin. I bëj gjithë ato hizmet, ja për shembull sallata. Ajo është në prodhim tash për ta ushqyer, për ta hongër. Aja filloi kalbzimin. Po me hudh helm, atë do ta ushqesh, do ta hajsh. Që s'është e mirë, nga ajo që janë shpif shumë smunje. Pa helm vetëm unë kam përdor më tepër ple baktie. Ja që bë kjo. Që si e ka bë këtë? I ka hy kalbzimi. Kjo duhet sulmu. Po duhet sulmu masi e ke vadit. Se pa e vadite, ja heqet e ilaçin. Duhet e vadisësh, pastaj duhet ta spërkatesh. Këta janë komposta pjeshke. E bome vetë. Ne i themi kajsi. Këta janë shumë të shishme, sidomos i për fëmijët e vegjël, janë bio. Kjo është pia më e mirë, më e shishme, longu më i mirë që bëhet bio nga shtëpia, nga toka jonë. Hajde gëzuar tani.